Një ndërhyrje e rrallë dhe rrezikshme u realizua me sukses në Spitalin Memorial të Fierit, ku mjekët arritën të shpëtojnë jetën e një pacienti 71 vjeçar nga Vlora. Një mpikse gjaku, ose e thënë në gjuhën shkencore, trompoze majës së bazilares, është hequr me sukses nga bluzat e bardha. Pacienti mbërriti në spital në gjendje kritike, ndërsa mjekët paralajmëruan familjarët se shanset për mbijetesë ishin pothuajse zero. Kam ardhur me burrin, me bashkëshortin tim në gjendje shumë të rëndë nga Spitali i Vlorës, që më rekomanduan për tek Spitali Memorial i Fierit. Kam marrë në një gjendje pothuajse si pa jetë dhe doktorat më kanë mirëpritur, jo t'i prisja unë, por më kanë mirëpritur te dera dhe më kanë ndihmuar aq shumë sa më thanë, zonjë, bashkëshorti jot dhe 24 orë jetë ka. Të lutem, thirmos që të ndërhyjmë. Pavarësisht rrezikut, ekipi mjekësor vendosi të ndërhyjë përmes një procedure të ndërlikuar, ndërsa gjendja e pacientit pësoi një përmirësim të ndjeshëm. Operacioni ishte shumë i rrezikshëm dhe pa shpresë. Megjithatë, ata kanë bërë një mrekulli. Kanë bërë 3 orë operacion, pa kthyer një përgjigje dhe kur kanë dalë të buzëqeshur. Por jo me siguri për pasojat që do kishte operacioni. Po fal atyre, nga kujdesi i doktorave, burri im ka dalë pa probleme. Aktualisht, sot, ka 30% ndryshim më shumë nga dita e djeshme. Ka filluar të reagojë, se dhe nuk reagonte as në folje, as në mendime. Operacioni u realizua nga një ekip i përbashkët mjekësh turq dhe shqiptar, një tjetër arritje e rëndësishme e shtuar në kalendarin e sukseseve për Spitalin Memorial në Fier.